A e dini çfarë po bëni çdo ditë pa e kuptuar? Po krijoni armiqtë tuaj me mendjen tuaj. Po. Çdo njeri që mendoni se po ju gjykon, ju po i bëni armik me frikën tuaj. Dhe ja çfarë është shpenduria. Në ndërgjegja juaj po dërgon sinjale si antena. Sulmon. Jam i dobët. Kam frikë. Dhe bota si ujk, po jo nuhat. Po lexon çdo lvizje, çdo pasiguri, çdo dridhje. Por ndëgjoni këtë. Dhe ponderoni kasetën në kokë. Nëse filloni të besoni, jam mbret, jam mbretëresh, jam i paposhtur, trupi juaj ndryshon. Menjëherë, energjia juaj bëhet magnetike dhe njerëzit fillojnë t'ju respektojnë, pa e ditur pse. Ky është sekreti që të fuqishmit e dinë. Realiteti nuk është aty jashtë, është këtu, brenda teje.